Berat Gjimshiti ka plotësuar numrin e kartonëve dhe kështu duhet të mungojë ndaj Letonisë. Kapiteni kombëtares u ndëshkua dje kundër Serbisë, ndërsa ndeshja u mbyll në barazim pa gola. Trajneri Silvinjo la të nënkuptohet kush do të jetë zëvendësuesi i Gjimshitit me Letoninë. Bëhet fjalë për Adrian Bajramin që ndodhej mbrëm në tribunë. Nesër duhet të shohim gjithçka. Tani kemi 5 qendërmbrojtës bashkë me Adrian Bajramin që po më çmend, po luan shumë mirë. Ai do të shkojë pas ndeshjes në SBA për të luajtur me Benfica në botrorin e klubeve. Kemi lojtar dhe është e mirë për zgjedhjen time. Do të bëjmë stërvitje dhe do të shohim. Sot kemi shpenzuar shumë energji, u shpreh trajneri brazilian pas ndeshjes. Duke qenë se Gjimshiti lë një vend të lirë, Bajrami, si mbrojtësi i vetëm nga tribuna, pritet të shtohet lojtarëve në dispozicion për ndeshjen e radhës. Kujtojmë se edhe Pajaziti, Dajsinani dhe Berisha nuk ishin në dispozicion të Silvinjos ndaj Serbisë.